Shqipëria dhe Italia nënshkruan 16 marrëveshje dhe memorandume në fusha strategjike, duke nisur nga shëndetësia, energjia, siguria, arsimimi, inovacioni dhe lufta kundër trafikut të drogës, në mbledhjen e parë të përbashkët të qeverive të dy vendeve. Kryeministrat Edi Rama dhe Giorgia Meloni e cilësuan një ditë historike dhe tregues të marrëdhënies mes dy vendeve. Sa herë unë shkoj në NATO, dëgjoj të flitet për ditë historike, por historike është kjo sepse për herë të parë qeveria shqiptare ulet me qeverinë italiane për të folur për projekte të përbashkëta. Falenderoj kryeministrin Rama, ministrat dhe ambasadorët që kanë punuar për këtë ditë historike. Anije luftarake të prodhuara në Pashaliman do të jenë një nga efektet e këtij niveli të ri bashkëpunimi mes Shqipërisë dhe Italisë. Kjo do të jetë një sipërmarrje e përbashkët që do të krijojë vende pune, njohuri për të rinj shqiptar dhe që do të furnizojë Italinë, Shqipërinë nëse do të ketë nevojë, por edhe vendet e tjera. Të pyetur për marrëveshjen e strehimit në gjatër të emigrantëve të palishëm në Itali, Meloni e cilësoi një nismë revolucionare, ndërsa Rama theksoi se ishte një pakt ekskluziv, të cilin do ta pranonte 100 herë. Me Italinë do e bëja 100 herë, edhe pse 100 herë ju do të ishit kundër, me vendet e tjera kurrë. Të gjithë e kuptojmë se një nismë e tillë është revolucionare sa i përket mënyrës së menaxhimit të flukseve të emigracionit. Protokolli do të funksionojë kur të hyrë në fuqi marrëveshja e re për azilin. Nëse disa transferime të emigrantëve janë bllokuar, kjo është një çështje që do të zgjidhet së shpejti. Krahas mbledhjes së përbashkët mes dy qeverive, kryeministrat Rama e Meloni, sikurse ministrat homolog, patën takime dypalëshe ku diskutua thellimi i bashkëpunimit strategjik.